Dorën me kapi dorën. Ushtej, humbi gjafin në ftyrë. E kanë po këta. Djalja, është dhe kanë thonë, ta ku kanë bobe djallë dhe kanë ha prej neve në kanë përsullë. Ta na ato të qyshi përbi, i kaloj. Momentin, kur ma kanë morë, ajë nuk më miqet kur. Nuk më miqet. Më duket se hija ati po më përsjedhë, më duket se po kërkon prej me ndim. Unë nuk po jam gjendje me ndim, nuk po mundëm. A i shkoj pa shpirt, tepër i pa shpirt. Derisa desh, njeri që derisa u deshke, që nuk u lodhke të sjell, të rreh njerëz, dihatshin, koheshin, piskatshin, të përgjakur. Dy atina në barke dhe i kanë thonë, mentorit, hesti knej, të shkone mu. Mentor Kryeziu atë kohë ishte vetëm 18 vjeçar. Donte të jetonte gjatë e në liri së bashku me njerëzit e tij më të dashur, por fatkeqësisht ashtu nuk ndodhi. Në prill të vitit 1999, serbët e morën atë. Ndërkaq, babai i tij Maliqi për vite të tëra prite, se mos po i kthehet i gjallë. Pas një periudhe 10 vjeçare, Maliqi humbi çdo shpresë, se mentori do të kthehej i gjallë, por djemën në fund mori lajmin se të paktën eshtrat e tij e de ku janë. Na kemi qenë mal prej molit, murëm vesh e familje tona për mes ushtarëve të UÇK-s, janë në Krarlan. Kemi shku tani edhe në aty dhe më njerët nesërmen. Kanë ardhur tonkët e ushtrisë Jugoslave në vendosë në Mrasurë. Mrasurë dhe Krarlani vijen erore ka 1000 metra. Ata mëshën edhe prej atjet me na gjujtë me na shpatërua ku të aty në atje. Në natë aty edhe nesërmen, kur i pam tenkat, ashtu në deshtu me ikë. Më kanë nalë mu policia, a në konë policia, në konë ushtarë, serba, nuk e di qka. Më kanë nalë të një farë luga aty, mona e thera, gazep, thash në këtu e kreva punën, thash këtu më vrasin edhe ato alë shoqja pej kolonës, edhe më nalë edhe ajo. Ja këmë po me dorë, ik, hec. Edhe ajo ka hec. Po ajo që më nalë, më legjitimoj, një radio më pas, më murë, më thej, kuletën e me zbrazi, edhe tha, hec. Kam hec poshtë, i kom zonë familjen prapë. Aty nuk ka shku as 5 minuta dhe më ka dalë një shkani, polica ushtara, tha hen këtu. Këshin thuj gardën, si kur derën. Thash për qëtarë nuk i ka as 100 metra, thash që më nalen edhe thash më shumë. Thash për të me hja, thash, po, dhe thash po e ma hudi për boksit mirë. Unë e rakatela dhe thash, po rakatela sa ma larkë thash edhe tiki. Se na veç, aty veç, nuk u prit ke mirë, u prit ke veç, kur më në rokë lumja, kur për në rasin. E kom që kur për shra tjetërin, e kësha pas aty, ku e më nalë, si kur t'isha shku në vetë, aty më nalë para tina, dhe për shra teshat, tuba, të vendosne. Tha deshu, shokë për pjeti më desh, edhe shko tha atje. A pishe, thash po, unë i shisha njerës aty që ishin desh para meje, edhe krem, dihatshin, koheshin, piskatshin, të përgjakur. Do mos kujt i karo në atë shtekin e tretë, se 3 shtekë që kanë qenë. Shtekin e tretë kujt i karo. Më nol, a i shkoj pa shpirt, tepër i pa shpirt. Derisa desh, njeri që derisa u deshke, që nuk u lodhke të sjell, të rreh njerëz. Vishin njerëz aty të përgjakun. Në ato momente, ka orë një tenkë. E ka kalu gardhin, se i ka ardi me thera se ka prit tenkën. Dhe ka dashur me në shkele i neve. Po i ka partit i kur shpityri, i ka thëmë mrapa se shka po t'ju ne, me akthyve mrapa edhe tash, na nesërmen, bjen dita e dytash, e në verë hoti u që edhe tha, pare, qka keni tha mi të bu, me audhonë këtyne, tha se dojnë më na lëshu me shku për Shqipëri, kanë më na shu me kamiona për Shqipëri, kësi fjallësh. Po dhe na më thonë drejtë nuk zumë. Dhe kush shka kishin krejti i dorëzun, paret. Mirë për para se të shkojmë të unë, harrova, t'ju thëmë se
Unë në mbrëmjen e parë nuk e kom ditë që më kanë marrë djalin. Me mëngjes e kom pa mentorin, që mentori është edhe ai aty i nalën, bashkë me një njep me një jetonin. Dhe tash me këshyrën mentorin e disha veshin, çfarë veshje ka pas një këmishë të veçantë, diçka që s'ka pas aty kërkush, një këmishë të kuqe. Edhe ka pas do pullat bardha, do pejt bardha, që ju afrova ka dalë mentor, thash, teshat e tua duhet mi gjetë gjithësysh. S'ban. Edhe ka dal, të kontrollu njerëz, se s'ke shumë drejt më largu as gjys metre, prej turmës, i ka gjetë teshat e veta, i ka vesh mentori, edhe i mi ullë afer njëri tjetrit edhe po rrim tash. Mos me zjatë kështu, se është një histori e gjatë kjo punë. Ditën e fundit, dita kritike që ka qenë, ne jemi konë të neja, të i murën një dy kamiona pleqi që unë për Shqipëri, dhe i thamë në momentin që ata kanë fillu mi seleksionu njerëz, mi thjerë njerëz më që i kom thamë mentorit ule kukën, mos i këshyrë. E ka ullë mentori kukën. Kemi qenë afer me një tjetër? Na kemi qenë afer me mentorin, dytë afer njëri tjetër, i kom thamë ule kukën, mos i këshyrë. Thashtë i këshyrë, ati quti, dy shrojnë shkëm për t'junë, edhe ka ullë kukën në djali dhe tash, erdhë momenti, ja murë menja atyne që dikon kanë marrë balë, dikon rreth 90 vete, 87 dikon aty kanë qenë që i kanë marrë. Tash në ju tjerë më shuhecë për Shqipëri. Po tash kur i mishu me hecë për Shqipëri, me të fundit, ashtu erë momenti, me të fundit, unë edhe mentori prej turmës. Edhe mentori me kapi dorën mu. Edhe u zbej, i humbi gjakin në ftyrë. E kanë po këta, e kanë po shkit që djali jam, është edhe kanë thonë këta ko kanë bobe djali, dhe kanë nga prej neve, në u kanë vërsull. 4, me në konë ata paramilitara që kanë konë, nuk e di, 4 veta me ame, 2 atina me në barke dhe i kanë thonë mentorit hesti knej, ti shkuanej mu për Shqipëri. Më një bërë tharë se qërë brej e lije, për shesë. Mshile. Edhe tash aty, tu ka qenë e momenti maj ronë, për mu, ku ka qenë e momenti maj fështirë, njetën tam që e kam përjetu. Tash, 26 vjetë pritje, krejt ato onësh, kujtimet që i kom pas me toa, që i kom nej me toa, bisedat që i kemi pas me toa, krejt ato onësh po momenti kur më kanë kapë prej dore, kur e kanë marrë dhe tash kthehet shqyqimi ti. Kur a ishte i fundit, a ne unë kënej i fundit dhe më shqyqante. Edhe unë atë nuk kisha që ka me bo, nuk kisha kur farë fuqie, kur farë mundësie me ndihmu. Aty e me nda me to, edhe në rrugën për Shqipëria, në rrugën e pakthem prej ati momenti mo me mentorin nuk jam po. Jam kam kthyer në Kralana të vende ku i kanë vra, se na dikun bashku, dikun 150 metra, 200, kemi ndëgju krismat. Dhe kemi ditë si që aty i vrajtin ata. Nuk e dija përmenda ma heret. Krejt. Se unë kom përjetu se djali 18 vjeqara konë kure kanë marrë. Kom përjetu me to, kom nej me to, ka pas momente që dytë bashkë. Mi ka të rezikun, e ka qenë dy gra traktorit, kom qenë traktor mrapa. Dytë bashkë mi ka të rezikun edhe me shku me jetë. E ka pas shumë momente interesante që me to i kom kalu. Mirë po, thashë dhe majra, të në ato dhe që ishi përbi, i kaloj. Po momentin, kur ma kanë morë, aj nuk më biqet kur. Nuk më biqet. Më duket se hija ati po më përcjellë, më duket se po kërkon prej me ndim. Unë nuk po jam gjendje me ndim, nuk po mundem, nuk ko mujt atëherë. E sot, edhe kjo pritja e gjatë, jam pak nashta mas rivarrimit, nashta pak fillon një stabilizim i jetës teme, nashta i qëtësimit se s'po ku e di ku i ka eshtrat, e shkoj e vizitojnë e herë.
edhe me siguri që kur ja baj vizitën, ndel përpara figura e tij, fytyra e tij, trupi i tij, se është vështirë. Ma vështirë nuk e di më që mundet me pas.